shkojmë tek Noizi, okay? A jeni juve gati? Maraj, unë mendoj se do mund të vi. Unë mendoj se mund të vi sot. Jam i lirë. Edhe unë do vi sonte, po. Jam në punë për do Në marrë. rregull atëherë. Edhe unë u kam biletat, kështu që do shkojmë. Në rregull? Shije, bëj vonë. Haha, sa mirë. Ato e kanë e Terezi, po unë tani do shkoj tek puna sepse u morra vesh prej ti, edhe që tash kam e shku me e pit shefin e këtij restoranti që ka punuar familja im aty. Kam e pyet njërë sa do më japi punë. Çe këtu e ka shpinë. Çe ku koka. Përshëndetje zotri. Oh, përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Unë jam ready, familja im ka punuar të ty, babai im dhe mami im ka punuar tek restoranti jot, edhe unë dëshiroja të punoja. Më njeh mu? Ti po të njoh dhe prindërit tu, edhe kombinuar që shumë vite të gëndi. Po të shohin të punoni juve? Po unë dëshiroj të punoj në vend të atyre sepse s'kam lek. Në rregull, s'ka problema, atëherë. Do punosh, do fillosh prej sonte. Wow, me të vërtet? Po, pa tjetër, do i hap rrogën të fish për shkak se prindërit e tu kam punuar tek restoranti im prej me 30 viteve. Kështu që ti do fillosh prej sonte, nëse deshe, pa tjetër. Faleminderit shumë, nuk ka problem, do Në filloj. rregull, tani do t'i marri që këto senat, që urdhëron, e ke edhe dokumentin këtu që di do punosh, dhe faleminderit. do të paguaj ditën, kështu që, në rregull, sot i ketë paguar, kështu që nesër t'japet e tjera, që shihemi sonte, në rregull? Faleminderit shumë, por shumë ma keni bërë borç. Faleminderit Ditën e shumë. mirë, Okay. atëherë kalofsh bukur, pa qenë ditë shumë të këndshme. Faleminderit shumë, ditën e mirë zotri, ditën e mirë. O zoti i madh, çfarë? Më kujtoja se ende nuk jam për punë, por ai direkt më mori. Faleminderit shumë zotri. Okej, sonte domethënë do filloj direkt në punë, sa mirë. Okej, super, jam shumë i kënaqur tani sepse kam vend pune dhe do bëj ca lek sepse s'kam fare lek. Kështu që super është puna. Do filloj sonte. Çunat kam me shku më bëj qef, por unë nuk mundem më sepse ç'a më bë? Po më duhen lekt. Ke kam e lënë parët që këtu, qyre dhe parë po më dha për ditën, kështu që do e pres derisa të bëhet më vonë, edhe do iki direkt në punë. Por s'pari do e fusin gjumi. O, sa mirë, erdi koha, tani do shkojmë në party sonte. Jam bërë gati dhe tani do shkoj të rras edhe çunat, edhe kena me ik direkt tek Noizi në koncert, sepse ka me pas plot njerëz aty. Sa mirë ka me konë. Qyre sa shumë njerëz ka këtu, qyre sa fort quna. Po, sikur do ishte edhe ready këtu, pas ka plot njerëz, po ka shumë bukur. Po, do t'ishte ready edhe më mirë, por ai tani është në punë, sa fatkeqësisht. Po, është në punë. Por shumë njerëz pas ka shumë mirë është. Ma në fund të mbrim, erdi dita e parë ku unë do punoj, tek restoranti, jam tepër i emocionum, por... Jo, unë nuk punoj më këtu asë njëherë, mos më thërriti më, ju jeni buralej, ky vend është çuditshëm shumë, unë nuk punoj më këtu kurrë. Hajde bro, urdhëroni. Pse i goja e shtu? Urdhëroni mirë se erdhët, ju jeni ready? Po, përshëndetje, jam ready.
Në rregull zotëri më tregoi edhe shefi. Kështu që tani ti sonde do fillosh natën në vetëm ndrim natëke. Kështu që ditën nuk punon, po je çdo herë natën. Kështu që nga jo anshko edhe unë të kallëzoj çdo sent. Po vi pastaj në rregull. Po nuk ka ditën sepse unë natën s'pëlqen. Jo, nuk ka ditën, më fal, po s'ka ditën. Shkoni tani ende dhe do vi. Sa keq, në rregull. Qyre çfarë? Wow, që ka një restorant tepër i madh. Wow. Në rregull, tani mi që erdhe këtu ti do ulesh, do presësh gjithë natën për porosia e kush njerëz do vi. Në rregull? Po. Por përpara se kjo, këtu është ku ti kemi nejt, edhe po ashtu këtu kemi probleme me rrymën, kështu që do të duhet kjo lev. Leva për rrymën, Po, çfarë? sepse po bje rryma nga njerë. Kështu që, ditën e mirë, shihemi. Çfarë? Hey, por çfarë? Ky nuk më kallxoi mua asnjë sen, vetëm tha me prit këtu edhe ç'a më bë këtu. Ka dhënë një lev sikur un kam marrë me vrana njëri me të levën e çuditshme. Në rregull, këtu koka monitori, këtu do më thënë duna me nej derisa po vi njerëzit porosia. Tepër e çuditshme. Që ka dojmë monitora. Hej zotri, pa e ta kqyrim edhe një, sepse nuk e kuptova fort mirë, hiku nga kjo anaj. Po, si ka i këtu? Unë e pas që shkoj nga kjo ana. Çfarë drejtin? Tepër e çuditshme. Në rregull, çfarë kanë ta dhomat kështu? Pse është kaq e madh ky restorant? Nuk e kuptoj. Qyre sa e madhe është. Po mundesh me u humb që këtu. Tepër e çuditshme. Në rregull, kam e shku më njërë të gzyra dhe kam e ne që këtu, kam e afut gjumit nashta, sepse me sa duket s'pas ka sen që këtu, s'pas ka s'ko kërë njeriu. Kam e bë një sy gjumë derisa nashta po vina i kush. Kush i fiku? Qfar? O, zoti madh, çfarë është duke ndodhur? Po e ngova diçka që qeshte? Dhe po ashtu dritat janë fikur? O, zoti madh, është shumë terrë, nuk po duket as një sen. Çfarë? Po shoh diçka atje ose? Përshëndetje? Kam e marrë dritën se shoh sen. Ka një edhe dritat. O, zoti madh, rryma po iku. Okej. Përshëndetje, ka na njëri këne? Kush po qeshte me muve? Ka ardhi kush me marrë një pizza se na i sen? Jam këtu. O, zoti madh, peshoca. Ty, çfarë drejti? Po ka asnjë njeri? Përshëndetje? S'ka asnjë kjo dhoma? S'ka asnjë kohë? Ma çfarë drejtin është duke ndodh? Okej, kam u kthy atje sepse s'po duket sen. Redi, jap këtu. Hajde. Davy? Çfarë bën ti këtu? O, Dave, çfarë drejtin po bën ti këtu? A nuk i ke shku ke Noizi? Jo, s'kam shkuren, erdha në të qytetin punë. O, vërtet? Por unë kujtoja se ju e bët planin të shkoni tek Noizi në koncert sonte. Jo, nuk shuam, bro, po qa bën ti? Që jam të punu, bro, shpeshe. Po ka nike dhe rryma dhe nuk e di se qysh ka me rregullu që tash është tepër çuditshme. Në rregull, do i kqyri një herë ku është drita edhe atëherës. O, bro, po juve nuk shku. O, sot i madh, çfarë? Hey, Davy, tu je? O, Dave, ku shkove më burr? Çfarë tretin? O, Dave, mos po tallesh apo çfarë? Davy, ose mos që nga skuntik. Okej, kam e shku, unë tek zyra, është tepër e çuditshme, o zoti i madh, po më dhëmbe dhe koka tani. Është tepër e çuditshme, çfarë drejtin ku është duk ky tani? Çfarë? O zotri. O zemra, kush ishte? O zotri, është duke tallë ti kush me mua apo çfarë është puna? Hey. S'ka asnjë njeri?
Po unë sapo e pash që kishte njëri. Përshëndetje. Erdhën dritat shqyr. Sa ti ma tha, okay, erdhën shqyr dritat. Kam me shku të syra, por nuk e di po ndodhin shumë sende të çuditshme këtu. Zoti i madh, nuk e di peshoca sene, po në siguri dikush është u tallë me mua. Në siguri. Po kam i zhdëp me këtë levën që e kam në dorë. O zoti i madh. Hej. Përshëndetje? Zotri? Kush është ai që po rrin ashtu drejt? Zoti i madh, okay, kam levën në dorë. Zotri? Përshëndetje. Po dëshironi diçka? Zoti i madh, çfarë? U zhduk? Jo. Kjo s'mund të jetë normale. Apo i shikoj. Okay, kam e shku njërë. Apo i shikoj me të vërtet këto? Apo jam shashtisun që e këtu po rrite. Zoti i madh, çfarë jam duke ndu? Kush është aty? Zoti i madh, kam e vërbu më shpejt i syra. Zoti i madh, çfarë është duke ndodh? Jo, kjo nuk është normale. Janë ose gjinde ose diçka të çuditshme, qyri peshoa edhe ca sene të çuditshme. Zoti i madh, jo, unë nuk punoj më këtu. Unë do mbaroj më këtu. Unë do mbaroj prej këtu edhe unë nuk vi më këtu në punë. Jo, kam e marrë dritën dhe kam u hik në shtëpi. Jo, unë nuk rri më këtu. As nuk rri as të pres një herë që të mbaroj. Unë kam e hik në shtëpi. Zoti i madh, çfarë është duke ndodhur? Shpresojmë të jetë në rregull. Okej, do shkoj ta. Zoti i madh, çfarë është kjo? Këtë po e pash prej pares. Zoti i madh, çfarë drejtin është Circus Boy, është djali i cirkuzit. Është tek lojrat e Fredi, po çfarë drejtin është duke ndodhur? Pse është? Çfarë? Zoti i madh lëvizi, çfarë? Zoti i madh, çfarë është duke ndodhur? Zoti i madh, përsëri ka lëviz. Zoti i madh, nuk e di çfarë drejtin është kjo. Është një lonjë qyre, po nuk e di. Ka në njëri ne. Zoti i madh, përsëri ka lëviz. Çfarë drejtin? Sa e shoh, kjo nuk lëviz. Zoti i madh, qyre sa e çuditshme. Sa e shoh, nuk lëviz, po kur s'e shoh, lëviz. Zoti i madh, është duk. Zoti i madh, çfarë është duke ndodhur? Okej, unë me siguri nuk jam mirë. Me siguri duhet me pi diçka. Jo, kjo s'është normale. Jo, ky restoranti diçka nuk shkon edhe unë nuk do punoj më, unë do ikim. Kjo s'është normale as pak. Zoti i madh. Çfarë? Doktor, Redi u qu. Doktor, hajde shifë, Redi u qu. Zoti i madh, çfarë duke ndodhur? Ku jam unë këtu? Çfarë ndodhi? Mirë, riktheve Red. Ti sa të kishte rënë të fikur të mbrëm, dhe tani je super. Tani je mirë, por përpara se të shkosh me shokët, unë e di që ti ke të jef të dalësh. Por përpara se të shkosh, duhet të pushosh edhe një orë, edhe pastaj tek. Ishte thjesht një infrak. Je gjithçka është në rregull tani. Dhe do bëhesh mirë të premtoj. Shifemi. Rregull, faleminderit doktor. Red, si u përre më bro? Çfarë ndodhi? Zoti i madh, ndodhin shumë sende, shumë gjindi kishte aty në restorant. Dhe më pas ka rënë të fikët, zoti i madh. Red, po si vdiqin familja jote të prindrit të tuati në restorant? Më dëgjoj bro, tani ato të dy u rajnë frakt në restorant, që kjo i bie që tek ai restoranti Fredi dhe Chica dhe gjitha ato kostume që janë të restorantit, ato të gjithë lëvizin, dhe ato të gjithë janë gjindosme, kupton? Edhe vetëm ky është shpjegimi. Atje është e gjindosur edhe që gjithë që kanë punuar janë ankuar edhe kompare edhe një tjetër biles. Kështu që unë mendoj që kam e shku në polici dhe kam e thonë kështu është puna, edhe se shumë raste, shumë vdekje, shumë infrakte, shumë sene kanë ndodhur atje. Për atë arsye duna me fol
me Davidin edhe nasha po më ndihmon, nuk e di bro, nuk e di ç'a më bë. Po, ti duhet folish me Davidin. Ai e njeh sherifin mirë, ai është policë dhe ai mund të ndihmojë. Ta fusim përgjithmonë atë në burr, sepse meriton ai qeni. Hajde, ret, këtu është sherifi. Përshëndetje. Përshëndetje, si që ndihmojmë zotri? Më duheshte sepse besoj se ta ka kallëzu shoku jem këtë rastin, po desha me fut në burg qatë shefin e restorantit e Fredit. Ka ndodhur shumë gjëra dhe unë pash me sytë e mi që ka ndodhur shumë sene të këqija. Po, e di, ai restorant është shumë i çuditshëm dhe shumë historira, shumë raste ka pasur.